si një kolegi jonë, si përfaqësues të disa shoqatave mbarkombëtare, si përmarrës dhe biznesmeni i suksesshëm, për të bërë një surprizë që jam e bindur në radhë të parë do të jetë e bukur për klimat. Dhe pastaj një përshëndetje nga rektori i Universitetit Medikanent. Përshëndetje, unë do të këtu profesore Rozak, një bashkë para se atë kemi një projekt, po dhe një studentët profesorit të harta të militë me lule. Kur shkuan të dini me këtë studentë një tuf me lule, i thamë shqitës që duan të marrë 700 karafina të barë. Se të 750, të duke i thamë profesor fotokopi. Fotokopi të 25 vjeshta. Unë të kumbat në projekta dhe të li... Familje, profesor fotos i shumë e madhe. Janë vjetra breza studentës, janë vjetra breza konsumatorës të shërbimi miksor. Janë vjetra kolegë që do të asjetojnë. Vjetra kolegë profesor në gjithë botën, vjetra universitete që më shtesin, vjetra shoqata dhe në emër të tyre, shoqata mjekësore modeste që unë drejtori, Hipokrati, me propozim të profesore Rozakës, që ka qenë president të shoqatës për feministët e projekte, i akordojnë profesor fotokopi, medaljen e parë të artë urdhën i Hipokrati. Që ne kemi pregatisur, që do të jepet studentëve më të shkëlqyer me kreditet maksimale, personaliteteve më të shquara që jetojnë dhe nuk jetojnë të stomatologjisë dhe mjekësisë. Me propozim të urdhit të mjekut, që për neve, në mendimin tonë, jemi një shoqat shumë e vogël, urdhi mjekut është para portës së Zotit të konceptojmë ne, është porta e parë kur duhet trokasin kolegët edhe mjekët. Dhe konsumatorët për ankesat e tyre. Profesor Rozaka do t'i akordoj betimin e Hipokratit që kemi këndhur tek nuk e shkelim atë nga Gjendarit Piroj kemi bërë gjitha këto, ka bërë një artë të vërtet për duartet dhe për zënën e artë të profesor fotototit. Për zënën e barë dhe për bluzën e barë që i ka hije si një 25 vjeçari i dhurojnë në emër studentëve një tuft me karafila të barë. Sa po vedi po shportohet. Duar të arta. Për të gjithë personalitetet e mjekësisë, që kanë një kuptimi dhe konsensin profesor Lutia dhe një numër shumë i madh, po dhe profesor Samedili dhe një numër i madh profesorët që nuk jetojnë më. Unë mendoj që të kemi konsensusin për t'i stimuluar dhe për t'i këshilluar. Nuk ka rëndësi kush e jetë, rëndësi ka dhe zëmra që na bashkon me këtë terë. Unë kështu e kam konceptuar. Ju falenderoj. Profesor fotos jetë të gjatë, edhe mbas një 10 vjetë është të mi pleqëri të mbarë, sepse... Një njohje shumë të madhe, po e marrë këshu vetë përgjegjësinë ose po themi autoritetin flas në emër të studentëve, një njohje shumë të madhe për çka ke bërë gjithë brezat tanë, studentët, kolegët, pas universitarët, dhe personalisht mua më këndimuar shumë në gjithë rritjen time akademike. Falenderoj.